ajo çfarë pastaj u eksperimentu në Kosovë, edhe në Bosnjë, Hercegovinë, po edhe në vendet e tjera jashtë Evropës, ka qenë ky lloj ambiguiteti, kjo lloj jo vetëm dy kuptimësie, por shumë kuptimësie e fakteve historike, e përjetimeve historike, të cilat qysh bëhet e qartë edhe në libër janë spektre jashtëzakonisht dhunuese dhe të dhunshme për njerëzit të cilët e kanë përjetuar luftën. Pra kur ne si 14-15 vjeçarë përzgjidheshim për të shkuar në këto trajnime se si të ndërtojmë një Kosovë multietnike të pas luftës, ishte sigurisht një raport jashtëzakonisht i dhunshëm, jashtëzakonisht përçudnues, sepse ty po të thuhej në kohë reale që ajo çfarë ka ndodhur nuk është aq traumatike, sepse u hoq edhe përdorimi i fjalës luftë, pra flitej në shumicën e kohës flitej për konflikt. Pra, ishte një konflikt dhe unë e ti mund të kemi një konflikt nëse një libër lexohet më mirë në formë fizike ose në formë online, mund të kemi një konflikt konceptual për këtë. Lufta është diçka krejt tjetër dhe ka aspekte fizike, të prekshme, krejt të tjera. Nështë konflikti sikur ja hjek një pjesë të madhe të dhunës, e cila është dhunë e orkestrume, është dhunë në të cilën ti mundesh me gjetë lehtësisht linja komanduese, përgjegjësi shtetërore, përgjegjësi institucionale. Edhe në këto lloj trajnime pastaj, mendoj se edhe unë si e ri, pastaj edhe si subjekt intelektual më vonë që mora me këtë fushë, më është rikthyer gjithmonë ai lloj konfrontimi, sepse është sigurisht e qartë edhe bëhet e qartë edhe në libër që si 15 vjeçare ti nuk ke asnjë hurinë intelektuale, po as përvojën jetësore ti kundërvihesh disa prej atyre narrativave, pavarësisht se ti e sheh që trupi jot po të reagon ndaj nisër përdhunimesh intelektuale, emocionale të asaj çfarë ne veç sa kishim kalu.